Sami Kurteshi lirshëm mund të thirret si sulmuesi i vitit në kuadër të sulmeve të njëpasnjëshme që pati ndaj medjeve. Gazetarët shpeshherë i krahason me qen, i bëri edhe vrasës me pagesë, e gjithnjëri ju referohej si njerëz të shitur e nga më të rëndat. Sulmeve të tij u shtua edhe një dozë tjetër të fjalëve të rënda, të cilën e lëshoi ditë më parë pas mbledhjes së KQZ-s, e të cilën e vazhdoi dje në një postim në Facebook. Madje shkrimin e tij të fundit dedikuar medjeve e nis me aleanca e grupeve kriminale AGK në mbrojtje të vrasësve me pagesë. E pas kësaj reagime të shumta pati në drejtim të tij, zyra e Bashkimit Evropian Kosovë ka reaguar ndaj deklaratave dhe sjelljeve të antarit të KQZ-s Sami Kurteshit, i cili të martën pas përfundimit të mbledhjes së KQZ-s nuk i duroi dot pyetjet e gazetarëve, i pengoi ata dhe fizikisht, edhe nisi të bërtas ndaj tyre. Ndaj këtij deklarimi reagoi edhe vetë AGK-ja, nga ku ju drejtua dhe presidentes Vjosa Osmani. Po ashtu AGK kërkoi edhe shkarkimin e Sami Kurteshit, duke i renditur sulmet e vazhdueshme që bën ndaj gazetarëve dhe medjeve në përgjithësi.